Ndryshe nga herët e kaluara, Partia Demokratike zgjodhi që protestën kombëtare të së shtunës ta mbante pa fjalime para kryeministrisë, por në formën e një marshimi qytetar. Demokratët u grumbulluan fillimisht në Selim Blu, ku më pas Sali Berisha i priu me flamujë dhe thirrje Ramaik drejt godinës së kryeministrisë. Me mungesë fjalimesh dhe podiumi, turma në shesh u largua në pak minuta, duke u drejtuar përgjat lanës tek drejtoria e përgjithshme e policisë. Rrugës, simpatizantët e PD-s nisën hedhjen e molotovëve dhe djegjen e koshave. Përballë drejtorisë së policisë, protestuesit u përballen me murin e skafandrave. Ato u konfrontuan fizikisht për të çarë kordonin e policisë, por menjëherë u përballen me ujë dhe madje me gaz lotësjellës. Një protestues humbi ndjenjat nga hedhja e gazit lotësjellës dhe u transportua me ambulancë në spital. Protestuesit u tërhoqën nga policia përgjat lanës, këtë herë hyrja e kuvendit nuk u prek, teksa marshimi vazhdoi drejt qendrës. Marshimi kaloi edhe pranë selisë së Partisë Socialiste, por nuk kishte incidente. Turma u drejtua drejt zonës së ish-bllokut. Kalimi pranë vilës së ish-diktatorit Enver Hoxha bëri që protestuesit të shpërthenin me molotov dhe fishek zjarre drejt godinës. Ish-vila e diktatorit për pak minuta shpërtheu në flak, teksa brenda gjendeshin edhe disa artistë të huaj. Kjo bëri që policia të ndërhynte me forcë, duke hedhur ujë dhe duke shpërndar protestuesit me dhunë. Përplasjes fizike nuk i shpëtuan as deputetët e Partisë Demokratike. Mes përplasjes, protestuesit u kthyen edhe një herë para kryeministrisë, ku u përballën sërish me ujë, me presion dhe policinë. Një protestues i vetëm në bulevard me flamurin kombëtar u mor me 12 policë me skafanda, teksa ndaj tij nuk mungoi as dhuna. Në mbyllje Sali Berisha nga Selia Blu tha se tubimi ishte një triumf që i kalli datën Edi Ramës, ndërsa paralajmëroi edhe një protestë radhës. Ishte marshi fitores, ishte marshi shqiptarve. Protestën e radhës do t'ja u njoftojmë shumë shpejt. Bravo! Ja. Sa më shpejt! Bravo! Bravo! Nuk mungoi as komenti i kryeministrit Edi Rama, i cili shkroi në rrjetin social X se Shqipëria me botën e lirë kundër mullahëve të Teheranit, opozita shqiptare me plera kundër qytetarëve të Tiranës. Protesta e Partisë Demokratike në rrugët e Tiranës u mbyll pas rreth 4 orësh përplasjesh me policinë, ujin me presion dhe molotovët.